Jo, s'ka absolutisht, s'ka arsye me naftu Albin Kurti, nuk ka mandat me naftu. Ajo është veç një deputet. Po tollën me kuvendit duke naftu çdo 48 ka 3 minuta e duke na marrë tan kreditve se dëshirojnë me bon një person caktuar, vërtet është e pa pranueshme dhe ne bashkë duhet me dalë për kësaj situate. Hapin e parë e ka personalisht Albin Kurti, sekretar i vetëvendosjes që i takon me e propozu kandidatin. Dhe ai duhet me rrugët kandidat. Që 5 herë provon nuk i ka votat. Nuk i ka votat as për qeveri. Sigur të kishte votat për qeveri, kish pas votat edhe për kryetar të vendit. Me qenë se nuk i ka, ai dështimin e tij personal, që s'mundet më bë kryeministër, po dëshiron me elan si pjesë të kësaj blokade të cilën është duke bërë qëllimshëm. Ose duhet me konstruo kuvendin, ose duhet me shku drejt një marrëveshje politike me shku zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk ka mundësi tjetër. Jo, s'ka absolutisht, s'ka arsye me naftu Albin Kurti, nuk ka mandat me naftu. Ajo është veç një deputet. Është deputet, po s'ka nevojë me naftu me marrë vesh, duhet me ardhë me propozu dikon tjetër. Nuk po dëshiroj unë me ia imponu atij kandidatin. Let provoni, ka 48 deputet. Vetën le të propozon. Ka drejt, ajo është kryetar, është deputet ai, s'është kryeministër, ajo deputet.